Gjithçka nisi atë pasdite të çuditshme, kur u gjetëm të gjithë në të njëjtin vend pa e kuptuar si. Elioni ishte ulur anash, I qetë në dukje, por sytë I rrinin gjithmonë nga Benta. Ajo ishte shtrirë, e lodhur, dhe po kërkonte pak qetësi. Dikush propozoi masazh, gjë krejt normale, asgjë e egzageruar. Fillimisht dukej sikur çdo gjë ishte nën kontroll. Por situata ndryshoi shpejt. Një djalë kinez që ishte aty për punë dhe mezi fliste gjuhën, e keq kuptoi gjithë skenën. Sa po pa afrimin, u ngrit me vrull, u fut në mes pa pyetur askënd dhe, në mënyrë të çrregullt, e largoi gocën me vrap sikur po ndodhte diçka e rëndë. Të gjithë mbetën të ngrirë për disa sekonda. Askush nuk po kuptonte çfarë po ndodhte dhe pse reagimi ishte kaq ekstrem. Unë u çova menjëherë. I thash të ndalonte, se nuk ishte ashtu siç dukej. Benta ishte e hutuar, e tronditur nga mënyra si u trajtua. E solla përsëri, I kërkova ndjes në emër të gjithë situatës dhe I thash të ulej. Vendosa t'ia bëja unë masazhin, thjesht për ta qetësuar, për t'i kthyer pak normalitet momentit. Ndërkohë, Alba po na shikonte nga larg. Në fillim nuk foli. Vetëm shikonte. Por ai shikim nuk ishte I zakonshëm. Ishte I mbushur me diçka mes xhelozisë dhe inatit të përmbajtur. Sa më shumë kalonin minutat, aq më e tensionuar bëhej atmosfera. Edhe pse masazhi ishte krejt I pafajshëm, Alba e përjetonte ndryshe. Pa pritur, pa thënë asnjë fjalë, u ngrit. Mori një shishe ujë që ishte mbi tavolinë dhe, me një lëvizje të shpejtë, e hodhi ujin. Nuk ishte as drejt meje, as drejt Bentës, ishte më shumë një shpërthim emocionesh. Uji u përhap në dy sheme, heshtja ra mbi të gjithë dhe momenti u ngriu. Çfarë po bën? I thash me zë të ulët, por të prerë. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm pas disa sekondash tha se ishte lodhur duke parë gjëra që nuk I pëlqenin, duke u ndjerë anashkaluar. Nuk ishte vetëm ajo skenë, ishte grumbullim. Tensioni I mbledhur prej kohësh. Elioni u përfshi më në fund. U përpoq ta qetësonte situatën, por të ashmë gjithçka kishte dalë nga kontrolli. Benta u ngrit, tha se nuk ndiej rehat dhe u largua. Djali kinez u zhduk pa thënë gjë. Alba u ul, e mërzitur, me kokën ulur. Dhe unë mbeta aty, duke menduar se sa shpejt një moment I thjesht mund të kthehet në dramë, vetëm nga keqkuptime, xhelozi dhe mungesë komunikimi. Nuk ishte çështje masazhi. Ishte çështje emocionesh të pathëna. Atë natë feste gjithçka doli jashtë kontrollit. Nuk ishte më thjesht një ndjesi e keqe, një dyshim I vogël në kokën e Albës. Ishte bërë e qartë. Tepër e qartë. Limi kishte filluar t'i pëlqente Benita. Nuk ishte më diçka që fshihej pas shikimeve të shkurtra apo buzëqeshjeve të vjedhura. Dhe Benita nuk ishte as pak e painteresuar. Përkundrazi, ajo ishte afruar. Hap pas hapi. Me vetdije. Alba e kishte ndjerë që diçka po ndryshonte. Energjia. Distanca. Heshtjet. Dhe në momentin që e kuptoi të vërtetën, diçka brenda saj u këput. Në mes të festës, mes muzikës, alkoolit dhe njerëzve që qeshnin pa e ditur çfarë po zihej, Alba u drejtua drejt Benitës. Nuk foli. Nuk pyeti. Dora I shkoi vetë. Një goditje. E papritur. E fortë. E mbushur me gjithë zemërimin, shgënjimin dhe poshtërimin që kishte mbledhur. Zhurma u ndal. Britma. Kaos. Limi dhe labinoti u futën menjëherë në mes, duke I ndarë. Duke u përpjekur të ndalonin diçka që tashmë kishte shpërthyer. Alba u lërinte. Benita shante. Gjithçka ishte bërë një skenë e turpshme, por për Albën, turpi kishte kaluar prej kohësh. Ajo që kishte mbetur ishte vetëm dhimbja. Dhe atëherë dolën fjalët. Fjalë që nuk kthehen më mbrapsht. Ti je një baxhelle, I bërtiti Alba Benitës, me zë që I dridhej nga nervat. I dashuri I katërt që ke ndëruar në këtë shtëpi. 4. Dhe prap sillesh sikur je viktima. Njerëzit mbetën pa frym. Disa u shtangën. Disa u kthyen nga ana tjetër. Por Alba nuk ndalej më. Atë natë, vazhdoi ajo, kur erdha dhe të fola si njeri, kur të thash çfarë po bën, ti më the, është pishëm limi. Të fala për atë fjalë. Të fala.
sepse tani ta tregoj unë ty çfarë është e vërteta. Zëri i saj ishte i qarë, por i fortë. Nuk ishte pije. Nuk ishte moment. Ishte zgjedhje. Zgjedhja jote për t'u afruar me dikë që e dije shumë mirë se çfarë përfaqësonte për mua. Dhe zgjedhja e tij për të më poshtëruar para të gjithëve. Alba u kthye nga limi. Syt i kishte të mbushur me lot, por nuk po qante. Ishte më keq se kaq. Te e zbrazët. Ti rri dhe qan. Qan nga deja, qan nga presioni, qan sepse s'di çfarë do po e di kush nuk qausonte. Unë. Edhe pse jam ajo që u shkel. Ajo qeshi me ironi. Të dy jeni fshehur pas justifikimeve. Ti pas alkoolit, ajo pas viktimizimin. Ndërsa unë jam këtu, duke u dukur si e çmendura e historisë, vetëm sepse reagova kur më u mor diçka që më interesonte. Fryma i merrej me vështirësi. Nuk më dhemb vetëm që më humbe. Më dhemb mënyra. Para syve të mi. Në shtëpinë ku jetoj. Në fesë. Me njerëz që do ta kujtojnë këtë skenë më gjatë se çdo këngë që u luajt sonte. Ajo bëri një hap mbrapa, sikur po largohej nga e gjithë ajo situatë. Nëse kjo është loja juaj, mbajeni. Unë nuk jam këtu për të konkuruar, as për të luftuar me duar për vëmendje. Por mos më trajtoni sikur jam budallaqe. Sepse nuk jam. Zëri i saj u ul, por fjalët ishin edhe më të rënda. Sonte u tregua të dy. Dhe unë pash gjithçka. Edhe pse më dhemb, më mirë e vërteta brutale se gënjeshtra e ëmbël. Alba hë. Atmosfera në shtëpi ishte e rëndë që para se të shpërthente gjithçka. Pas përplasjes së zarfit të zi, askush nuk ishte qetësuar realisht. Alba qëndronte pranë kuzhinës me shikim vigjilen. Benita ishte në obor, e nervozuar, duke ecur sa majtas djathtas. Limi ishte i tensionuar. Dukej sikur donte të fliste, por nuk po gjente momentin. Papritur, Benita hyri brenda dhe me zë të lartë tha: Unë nuk mund të rri më e heshtur. Të gjithë u kthyen nga ajo. Alba u drejtua menjëherë. Çfarë ke? Benita mori frym thellë. Zëri ju drodh, por fjalët dolën të forta. Limi ka tentuar të më kap me zor në banjo. Shtëpia u ngrirë. Një heshtje e frikshme ra. Kamera u afruan. Disa banor u quan në këmbë. Çfarë? Shpërtheu Alba. Çfarë po thua? Benita vazhdoi duke qarë nga nervi. Më erdhi nga mbrapa, më foli afër, nuk më la rehat. Unë ndjeva keq. Unë ndjeva e friksuar. Limi u zbardh në fytyrë. Kjo nuk është e vërtetë. Ai u ngrit menjëherë. Po më akuzon për diçka shumë të rëndë. Alba u fut menjëherë mes tyre. Limi, ndal. Mos ju afro. Benita bërtiti. E shihni? Edhe tani po tenton të afrohet. Alba i doli përballë Limit me dorë të ngritur. Jo. Qëndro aty. Nuk ke pse ngatërohesh më me të. Limi, i tronditur. Alba, po më shkatëron me këto fjalë. Nuk kam bërë asgjë. Benita u ul në divan me kokën në duar. Nuk po kërkoj mëshirë. Po them si u ndjeva. Askush s'ka të drejtë të më bëj të ndihem kështu. Zëri i Big Brotherit ndërhyri. Banor, qetësi. Akuzat të tilla janë shumë serioze. Labinoti hyri në mes, serioz, i ftodh. Të gjithë një hap mbrapa. Tani. Ai u kthye nga Benita. A je e sigurt për atë që po thua? Benita e pa drejtë në sy. Po. Kjo është përvoja ime. Limi, me zë që po i thyej. Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk do. Alba e ndërpreu ashpër. Mjaft. Derisa kjo të sqarohet, ti nuk i afrohesh asaj. Pik. Labinoti e mbështeti. Kështu do veprojmë. Tensioni vazhdoi për minuta të tëra. Banorët diskutonin. Disa dyshonin. Disa mbanin. An. Fjala përjashtim, hetim, linjë e kuqe u përmend disa herë. Big Brother ndërhyri sërish. Kjo situatë do trajtohet seriozisht.
Deri atëherë do ketë distancë totale mes palëve. Benita qante në heshtje. Limi rinte I ulur, I shkatëruar emocionalisht. Alba qëndronte si mur mes tyre. Pas 30 minutash tension psikologjik, akuza, mbrojtje dhe ndërhyrje, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Besimi ishte tronditur. Fjalët kishin lënë plagë. Dhe asgjë nuk do të kthehej si më parë. Një urim që u kthye në bekim. Mbrëmja kishte hyrë në një qetësi të ëmbël. Pas gjithë emocioneve, muzikës, të qeshurave dhe surprizave, festa e ditëlindjes së Elionës kishte marrë një frym më të thellë, më të ndjerë. Njerëzit rrinin më afër njëri tjetrit, zërat ishin më të ulët dhe çdo fjalë kishte më shumë peshë. Ishte ajo pjesë e natës ku nuk flitet më vetëm për gëzim, por për jetë. Eliona qëndronte në mes të dhomës, me një buzëqeshje të qetë në fytyrë. Ajo kishte kaluar një natë të bukur, por ndjente se diçka e veçantë po vinte ende. Dhe nuk gaboj. Limi dhe Alba I u afruan së bashku. Nuk kishin nevojë për shumë zhurmë, as për gjeste të mëdha. Vetë prania e tyre sillte qetësi. Alba e pa Elionën me dashuri, ndërsa Limi buzëqeshi lehtë, ashtu siç buzëqesh dikush që ka fjalë të sinqerta për të thënë. Limi foli I pari, me një zë të butë, por të sigurt. Eliona, tha ai, sot nuk po të themi vetëm gëzuar ditëlindjen. Sot po të themi një urim që vjen nga zemra. Alba I mori dorën e Elionës dhe e shtrëngoi lehtë. Në sytë e saj kishte dritë dhe mirësi. Inshallah Zoti I plotësoft të gjitha dëshirat, tha ajo ngadalë, sikur çdo fjalë të donte të zinte vend në zemrën e Elionës. Inshallah çdo gjë që ëndërron sot, nesër ta gjesh përpara. Eliona I dëgjonte me vëmendje. Zemra I rrite qetë, por thellë. Limi vazhdoi. Inshallah rruga jote të jetë e ndriçuar. Të mos të mungoj kur shëndeti, forca dhe besimi te vetja. Dhe mbi të gjitha mos pafsh kur vuajtje. Këto fjalë ranë rënd, por bukur. Sepse nuk ishin thjesht urime feste, por bekime jete. Po nëse jeta të sjell ndonjë vështirësi, shtoi Alba me zë të ngrohtë, inshallah të jesh gjithmonë e fortë për ta kaluar. Të mos ndihesh kur vetëm. Të kesh gjithmonë dikë pranë që të të mbajë dorën. Eliona ndjeu një ngrohtësi që I mbushi kraharorin. Syt ju mbushën pak me lot, por ajo buzëqeshi. Ishin lot të mirë njohjeje. Ti je një vajzë e mirë, tha Limi. Me zemër të pastër. Dhe Zoti nuk I haron njerëzit e të. Alba e përqafoi Elionën budh. Nuk ishte një përqafim I shpejt, por I gjatë, I sinqert. Një përqafim që thoshte më shumë se fjalët. Kujtoje gjithmonë këtë natë, I tha Alba. Jo për festën, por për dashurinë që ke rreth vetes. Eliona u shkput pak, I pa të dy në sy dhe foli me zë të dridhur nga emocionet. Faleminderit. Ky urim do të më mbetet në zemër. Disa nga të pranishmit u afruan, të tjerë dëgjonin në heshtje. Ishte një moment që prekte të gjithë. Sepse urimet të tilla nuk janë vetëm për një ditëlindje, por për gjithë jetën. Në atë çast, Eliona e kuptoi se sa e pasur ishte. Jo nga dhuratat, jo nga festa, por nga njerëzit që I uronin mirësi pa interes, pa kushte. Dhe kjo ishte dhurata më e madhe. Mbrëmja vazhdoi, por ajo ndjenjë mbeti. Një ndjenjë paqeje, shprese dhe besimi. Një urim që nuk do të harrohej kurrë. Sepse ka fjalë që thuhen dhe harrohen. Dhe ka fjalë që bëhen bekim. Një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që I dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që I rrinte për mrekulli. Flokët I kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë.
Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesi gëzimi që ndihej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, sytë ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se lëndrimi ishte zgjuar keq atë ditë. Jo nga ndonjë zhurmë apo nga mungesa e gjumit, por nga një ndjenjë e rëndë që i kishte zënë vend në kraharor qysh në momentin që hapi sytë. Ishte nga ato mëngjese kur njeriu ndjen sikur diçka brenda tij nuk është në rregull, por nuk di ta emërtoj. Një forcë e madhe emocionale e shtynte nga brenda, një përzierje nervozizmi, padurimi dhe energjie të pashfrytëzuar. Ai u ngrit, u vesh shpejt dhe doli jashtë për të marrë pak ajër. Dielli kishte filluar të ngjitej lart dhe dita dukej e bukur, por ai nuk po arrinte ta shijonte. Mendimet i silleshin rreth kokës pa pushim. Çdo gjë e vogël i dukej më e madhe se zakonisht. Teksa ecte pa një drejtim të qartë, syt i shkuan te Dolce. Ajo ishte aty, e qetë, e lirë, duke shijuar mëngjesin pa u shqetësuar për asgjë. Kishte një siguri në mënyrën si qëndronte, një qetësi që lëndrimit i mungonte atë çast. Ai ndaloi për një moment dhe e vështroi, sikur prania e saj po e tërhiqte pa e kuptuar. Pa e menduar gjatë, ai ju afrua. Nuk ishte një vendim i planifikuar, por një reagim i çastit. Ai e përqafoi fort, jo me agresivitet, por si dikush që kishte nevojë të shkarkonte atë që po mbante brenda. Ishte një përqafim i ngarkuar emocionalisht që vinte nga lodhja mendore dhe nga nevoja për kontakt njerëzor. Dolce u befasua, por nuk u tërhoq menjëherë. Ajo e kuptoi që diçka nuk ishte në rregull me të. Ai i dha një puthje të shkurtër, të thjeshtë, pa fjalë, dhe më pas u largua pak, sikur edhe vetë u habit nga veprimi i tij. Asnjëri nuk foli. Heshtja mes tyre ishte e rëndë, por jo e pakëndshme. Ishte një heshtje që linte vend për mendim. Lëndrimi u largua ngadalë, me hapa më të qetë se më parë. Nuk ndihej as më mirë, as më keq, por disi më i vetëdijshëm për atë që po i ndodhte brenda. Ai e dinte që duhej të përballej me veten, jo t'i ikte ndjenjave. Brenda shtëpisë, Benita ishte në një botë tjetër. Ajo po bënte dush, me ujin që rrithte vazhdimisht dhe mbushte ambientin me një ndjesi qetësie. Ishte moment i saj për të qenë vetëm, për të menduar pa u ndërprerë. Çdo pikë uji sikur ia largonte pak nga pak mendimet e ditës. Benita ishte një person që i ndjente gjërat thellë, edhe kur nuk i shprehte. Ajo kishte vënë re tensionet, shikimet, energjinë e çuditshme që qarkullonte atë ditë.
Ndërsa qëndronte aty, mendonte për marrëdhëniet mes njerëzve, për mënyrën si ndonjëherë emocionet dalin në sipërfaqe pa paralajmërim. Kur doli nga dushi, ndjeu një qetësi të përkohshme. Nuk e dinte ende çfarë kishte ndodhur jashtë, por e ndjente që dita nuk do të ishte e zakonshme. Kishte diçka në ajër, një ndjesi se diçka po ndryshonte, qoftë edhe brenda secilit. Kjo ditë nuk ishte për veprime të mëdha apo fjalë të forta. Ishte për reflektim, për të kuptuar veten dhe të tjerët, për të pranuar se ndonjëherë njerëzit reagojnë nga lodhja e brendshme, jo nga qëllimi për të lënduar. Dhe ndonjëherë një përqafim, një heshtje apo një moment vetëm me veten mjafton për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet brenda.